Më gjërësisht do diskutoj me zotin Abdyl Sinani, ekspert për sigurinë ushqimore, njëkohësisht drejtori i Kolegjit Profesional të Lartë Qiriazi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Siguria ushqimore është njësh. Po, sikur se ndoqëm edhe në panel, por e kemi diskutuar edhe me herët bashk, është shëndeti. Çdo ditë pa ushqim nuk mund të bëjmë. Dhe të sigurt. Po, që është më rëndësishme e të sigurt. Zotë Sinani, për ta lidhur edhe me panajirin ku të pranishme janë shumë kompanitë cilat kanë zhvilluar teknologji në lidhje me sigurinë ushqimore. Në këndvështrimin tuaj, në opinionin tuaj, duke pasur një karrierë kaq shumë të gjerë, sa e rëndësishme është teknologjia në mënyrë që ne, konsumatorët, kemi produkte më të sigurta? Tani, ne do flasim dhe më vonë, po teknologu, ose ai që prodhon, vetë ai që prodhon këto, prodhon për shumë bukën, prodhon konjakun, prodhon birën, prodhon gjitha makaronat. Çdo gjë që konsumohet. Që konsumohet, i prodhojmë ne këtu. Ai që i prodhon tash duhet rreth parë të ketë teknologjinë si pikë kryesore. Që është një ndihmë shumë e madhe. Teknologjia do thotë bëj analizat e lëndës parë, dhe pasi të ketë bërë analizat të caktoj kohën e ruajtjes, të përsëri diagramat e përpunimit deri në prodhimin e gatshëm. Kjo është direkt, se bujësia ka punën e vet. Po. Se këtu një gjë është, kemi thënë dhe radhën e parë, që bujësia ka punën e vet, do thënë ta bëj ullirin, po e merr teknologu që e përpunon. Se ai e di sa acid hialuranik, sa duhet të ketë, sa s'duhet të ketë. Edhe po unda dhe po bë kjo prandaj teknologu, edhe ai pronari vet duhet të njohë mirë teknologjinë. Librat janë, të gjitha janë, të marrë dhe teknolog pa diskutim ta ketë aty. Pa teknolog nuk mund bëhet. Kam përshtypjen në çdo fabrikë, zoti Sinani, që përpunon çfarë do lloj produkti që të jetë, duhet teknologu aty? Po në çfarë do lloj produkti teknologu duhet edhe në mërsira, në të gjitha, kudo duhet teknologu, se është kimist teknolog. Ai bën edhe analizat kimike, edhe ndjek procesin në të gjithë hallkat e tij. Nuk ka punë me agronomin. Se këtu e ngatrojnë, vinë, për shembull, tani ja kemi thënë dhe radhën e parë. Që kryeministri huri re që ka defekte në sigurinë ushqimore. Riformatimi i akus. Po, edhe dha porosi që të ngrihet një komision dhe të kontrollojnë gjithë specialistët të vënë në aku. E mori përsipër Universiteti Bujësor. Po. Që bën ata? U ngrit një komision. U ngrit një komision me të 5 agronom. Duhet ishin teknolog aty? Po, jo teknolog, se për ushqimin është, nuk është për nuk është faza për ullirin ose nuk është faza e bimës. Nuk është bim akoma, domethënë është prodhimi i gatshëm që duhet ta bëj. Dhe aty s'ka asnjë teknolog. Duke mos pas asnjë teknolog, kur na ku dhe këta janë agronom, që drejtojnë, kurse poshtë në gjitha fabrikat, s'gjen një fabrikë tonën, kudo që jetë pa teknolog. S'ka punë agronomi as veterineri aty. Ne e kemi kulturë, pra fabrikat tona aktualisht i kanë teknolog. Aktualisht ashtu është. Për shembull, salamet e këto, fabrikat e salamit, gjithë kanë teknologun ushqimor. Pa teknolog. Nuk ka, veterineri ka vënë vulën mishit, edhe e merr teknologu që bën llojit e salameve. I ka bërë analizat e grurit dhe bën 100 lloj, bën analizat e misit, bën gjitha prodhimet. Pra, teknologu, pasi bën analizat, ai përcakton. Agronomi tash është tarisi. Detyra agronomit është para këtij procesi. Është para, dhe edhe për veterineri. Ta bëj lopën që ne do flasim në qik. Ta bëj lopën tamam dhe kur theret, ne të bëjmë salamet të gjitha ato që duhen bërë, që i bën teknologu komplet. Pra, një nga 3 si është bërë dhe po bëhet, vazhdon, duhet rregulluar me urgjencë. Zotë Sinani, meqense jemi pikërisht tek nevoja e investimeve, por patjetër edhe dijet, sepse pa dije le të jetë çfarë do lloj teknologjie nuk bëjmë dot gjë. Në lidhje me buxhetin, kemi të bëjmë me një buxhet në total është rreth 168 milion euro buxheti për Ministrinë e Bujqësisë, por për sigurinë ushqimore dhe sigurinë e konsumatorit janë rreth 30 milion euro. 3 milion euro më shumë krahasuar me buxhetin e 2025-s. Është një shifër shumë e ulët. Siguri është e ulët. Kjo është shumë e ulët. Se tani që të marrë që të vemi në BE, pas sigurinë ushqimore nuk të futë tot njëri. Se ai ushqim që prodhohet e ne do atë dhe atje. Dhe është përgjithësi. Nëse do jetë me standard. Pa standard, pa arritur këto, nuk mundet të vesh atje. As e shesim dot. As e shesim dot dhe do bllokohet komplet. Prandaj detyrimisht duhet bërë llogaria jo me kështu 30 milion e 20 milion. Po për secilin prodhim, për secilin kemi ne të akus, kudo në çdo qytet, të bëhet llogaria që çfarë duhet bëjmë me urgjencë, laboratorin, kontrollin, këto gjitha, dhe të dali një shifër që paktën 60 milion. Investimet duen më shumë në dije apo në teknologji?
Apo dijen e kemi? Ne, universiteti, ne, nxjerrim teknologu shqiptar, për shembull teknologu që del ne, që unë jam dekan, ai ka librat, 500 faqe gjithë librat e teknologjisë, pasi bën teorinë, aty bëjmë leksionin, vjen në laborator, aty kemi laborator komplet teknologjisë, dhe nga laboratori vetëm në fabrikë. Pra ka një cikël që mëson komplet dhe është i gatshëm për të vajtur në prodhim. Teoria me praktikën janë koordinuar. Kjo është detyra që ne kemi kombinuar shumë bukur te Qiriazi me rektor Gjok Ugdetaj. Do me thënë, është rregulluar dhe kjo bën që të ndihet, po s'ndoj shumë, po nuk kërkojnë me 30 milion. Kërkojnë shumë lek. Duhet investime. Por investime jo shumë teori sistemin, por të bëhet llogari për secilin qytet, ku do bëjmë, si do bëhet laboratorin. Laboratorin e gjithë. Edhe burimet njerëzore që janë shumë të rëndësishme. Burimet njerëzore tash po, që themi ne te kodi lot. Po. Që do bëhet kodi lot fillon 2026. Mirë, po një nga detyrat ka të përgatisim edhe njerëzit gjatë kësaj kohe. Njerëzit është kemi si teknolog, po ta përgatisi në këtë rrugë që do Komiteti Evropian. Sipas standardeve evropiane. Po arritëm këto, atëherë ne jemi, po kjo kërkon shumë punë. Se dëgjova atë që fa ai agronomi që foli. Në panel. Do të zhvillohet bujësia, të zhvilloj bujësia. Bujësia do zhvillohet, ai do prodhoj. Do prodhoj, pa prodhuar ne do ta marrim, do ta plotësojmë. Por duhet ta marrim. A ka standarde? Është plotëson kërkesat për konsumatorin. Ja, për shembull, tani ishte për shembull për mandarinat që thamë ne. Mandarinat që janë kapur disa herë sasi konsiderueshme në kufi. Mandarinat, tani kush e ka fajin mandarinat e pjepri që nga 45 vete 90 nitritet. Ku është faji në këtë rast? Faji është agronomi. Agronomi duhet të bëj, prandaj universiteti nxjerrin 100 agronomi, jo ka agronom. Ka agronom sa duash. Po ata ti bëjmë që të punojnë atje, që të ndjekin gjithë procesin. Do të thënë të ndjekin procesin në mënyrë tillë që të jetin ngarkesën, që ta ngorë se pesticidi është i domosdoshëm. Duhet ta ngorë, por njëkohësisht edhe mos ta marr Jo, mos ta lë. Ashtu se po e lam që të vej në organizëm të am ne, pastaj aty është ka probleme të tjera. Për shumë mandarina që doli tani që e bllokuar ta dinë dhe njerëzit, ai lejon 0,01 mg per kilogram. Do të thënë do të hash 1 kilogram që të vej kaq. Është ngarkesë më e madhe. Atëherë dihet që mandarina 80% e kanë lëkurë këtë. Po. Edhe heqim. Lëkura nuk duhet përdorur më as për edhe tjetra është ashtu në tul. Kështu që këto gjëra që teknologu i di dhe duhet zbatuar me urgjencë, tani sidomos se i kanë sparë më mandarina, po të shikosh janë bllokuar komplet. Vjetre një rënje kërkesë. Po rënje se u trëmë se u tha, se kush e tha që janë të gjitha me infekcion, me pesticide. Nuk thuhet kështu. Do thuhet analizat çekën. Nëse do ishte kodilot, e gjendet shumë thjesht se ku ishte problemi. Po, kodilot është që nga gjurmëshmëria. Do me thënë, kur themi gjurmëshmëri, që nga toka, analizat e tokës, po që toka bazike, atëre detyrimisht ecën procesi. Është i thjesht profesor zbatimi kodit lot? Nuk është, prandaj ka lënë kohë, një vit në ka lënë kohë, që të përgatisim dhe njerëzit dhe këto laboratoret edhe gjithë që kërkohet për këtë punë. E ka lënë këtë kohë, mirë, po qa po bëhet faktikisht? Apo bëhet punë gjatë të vitit, apo bëhet përgatitje? Derisa vuri, që kur vuri të 5 agronomët për të gjithë teknologët, për të kontroluar, më kontrolon do të muaj agronomi? Unë si teknolog. Njohurit janë komplet ndryshme. Janë ndryshme, ka tjetër. Për shembull ne kemi industriale atëherë, fakulteti i shkencave. Edhe tani prak teknolog ka. Mirë, po aty s'ka as agronom as veteriner. Pra, ata bashkëpunojnë të tre. Të tre këta bëjnë prodhimin që ta kemi të sa më të mirë për konsumatorin. Pra, po, ndërkohë, profesor Sinani, të flasim më në detaje në lidhje me sigurinë ushqimore. Ne e thamë që kodilot do t'jetë vitin e ardhshëm, të shpresojmë që do të zbatohet si duhet, por aktualisht zinxhiri si funksionon, zinxhiri ushqimor? Me ndërhyrjet e vazhdueshme që jenë bërë edhe në televizor, edhe me njerëzit, derisa vure që e ndjehu dhe qeveria që ka defekte këtu dhe do të bërë një riorganizim i mirë, ky riorganizim do bëjnë diçka. Do me thënë diçka do thotë të ndjehet përgjegjësia që ne, konsumatorit, mos ketë frikë. Për shumë edhe këta me historinë e bukës. Para 5 vjetësh thotë buka e ermuar. E dini ju? Po. Edhe ne kemi thënë dhe këtu. Mirë, po çau bë? Buka mielli që vinde me oksalate, që e bën bukën shumë të bukur. Mirë, po është kanceroz. Por s'është e shëndetshme për... është kanceroze. Atëherë ne si teknolog, u mlodhëm,
bëm laboratorin ton, analizat, dhe gjetëm alfaminaz, lipaz, këto tirat që e zvëndzuam këtë. Edhe i thamë gjithë atyre produsve të miellit dhe të bukës. Doni të elmoni djemët tuaj, fëmijët tuaj. Merreni këtë punë. Pse do elmoni? Po dashëm rësira, dash bukë, dash danë. Kudo? Kudo. Kudo do jetë? Edhe doganës, ja bën mos ashtu, dhe u bëj, e njëjta gjë do bërë për gjitha. Aktualisht, ka produkte në vendin tonë që në opinionin tuaj për shkak karrierës shumë të gjatë që mund të jenë problematik. Shpeshherë marrim shembull, për shembull diskutohet për vajin e palmës. Po, kjo është tamam. Vajin e palmës, punë e parë dhe për këtë duhet të ketë analizat që janë. Është vaj me acide yndyror të ngopur. Tani kanë filluar sipas asaj disa të dhënave, edhe në qumësht, edhe në kostë, edhe në gjitha këto. Sepse përdoret vaj i palmës në këto produkte. Përdoret për të ulur koston. Mirë po, konsumatori duhet ta kuptoj kush është vaj, është ky qumësh ka vaj palme, atëherë ai shikon. Qofse e zjen dhe nuk krijon krem, ajkën, atëherë ai është me vaj palme. Pra, po nuk pati ajk, ka vaj palme. Ose nga ngjyrë çiksi. Po qumshi, më fal profesor, qumshi e krijon ajkën edhe nëse është i pasterizuar, nëse ka kaluar të gjitha procedurat? Gjithmonë e ka, ajkën e ka, nuk diskuton. Dhe tjetra kryesorja që është tu, qumshi ka një ngjyrë të bardhë, kodikode, ashtu. E njëjta do të thotë edhe me kosit. Dhe shia, era, ikën ajo naturalia që ka, edhe nuk ka shia se ja heq kjo palma. Pra, këto gjëra njerëzit do ta bëjnë një provë, fillimisht se është hapur kjo punë. Po. Do të thënë të marrin pak, ta zjejnë, ta shikojnë që krijon krem, nuk krijon krem. Ka ngjyrë e zbardhë. Kam përshtypjen që njerëzit mjafton ta lexojnë etiketën, sepse pastaj kjo është kryesorja tani që thamë ne, të kalojmë nivel më të lartë me kodin lot. Kodi lot i ka të gjitha të shkruara. I ka të gjitha aty. Të shkruara. Do të thonë që vetëm nëse pastaj abuzojnë edhe nuk e shkruajnë. Abuzimi do ketë dënime shumë të rënda për këtë punë. Se elmosh njerëzit, ti ngatërosh, është krim. Ktu është nga detyrat kryesore që duhet të ketë teknologu ushqimor. Nuk duhet të ngatërohet me agronomin. Agronomi ka punë në vetë atje. Mirë po duke futur agronomin drejtim. Ai këtu nuk i shaj agronomët, se kanë nivel, ka shkolla shumë e lartë. Është nivel, është shkollë shumë e kërkuar. Por të bëj zanatën e vetë. Të themi, nuk jemi kundër. Nuk po kërkojmë raketa. Profesor Sinani, duke qenë se ne jemi në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe grup kapitulli i fundit që do të hapet është ai për bujqësinë dhe koezionin. Në lidhje me sigurinë ushqimore, çfarë duhet bëjmë ne në lidhje me standardet, në lidhje me cilësinë, por në lidhje edhe me çmimet, sepse kur të jemi pjesë e unionit, konkurenca do të jetë shumë e lartë. Kjo është nga detyrat shumë të rëndësishme dhe kjo ka rrezik e pengon. Po s'morë masa. Do të marrim masa tani sepse 3-4 vite janë në detyra e parë është të ketë specialistët, kimistit teknolog, ka bërë shkollën te ne, por duhet të specializohet për këtë punë siç e bën Italia, Franca e gjithë. Pra duhet të ngrihet edhe niveli i tij. E para. E dyta, aparaturat, laboratorit që thamë ne, duhet të jenë nivelin që duhet për të vajtur, për të kontrolluar. Të ketë standarde. Ku themi në pjeshka, ka nikel, duhet të bëjmë analizat. Jo t'i çojmë në Austri kudo, po t'i bëjmë ne këtu dhe me përgjegjësi të themi që ka këto, e të analojmë dhe t'i hedhim aq pesticide që sa duhet, ose kur themi që duhet nga toka ka rëndësi shumë të madhe të bësh analizat e tokës. Kemi pasur institut ne. Që merrej me analizat e tokës. Toka përgjigj, sepse nga toka nisen disa spore që ngjiten në kërcellin e një peme. Dhe këto vende i lartë deri te kokra e gruajt, deri te kokra e bajames e gjitha. Shpërndahen dhe aty flen, ato janë të vogla. Duhem bërë analiza, profesor, çdo herë që fillon mbillet një kulturë. Do tash këto, kur është në ruajtje, që ka fotur një qese të mbyllur, dalin krima, flutura. Thonë pse doli krima? Për të arsye dalin. Shpesh dalin edhe te hurmat nëse. Po, zhvillohen shumë shpejt. Pra, detyra është që çdo gjë duhet me përgjegjësi dhe me analizat të plota në çdo. Analizat janë organoleptike, fizike dhe kimike dhe bakteriologjike. Po si bëm këto dhe po si ndoqim me përgjegjësi, po kjo kërkon njerëz të përgatitur tash. Njerëz dhe kam shtypjen edhe investime në infrastrukturën shoqëruese, në laboratora. E tham, investimi me 30 milion nuk del asgjë aty. Duhet investimi të jetë në nivelin më të lartë,
Po jo kështu investim të themi të bëjmë investim, po me llogari. Jo në pajisje që s'dim të përdorim. Jo, do me llogari. Kur themi ne në Vlorë, do bërë laboratori i AKU-s, atëherë çfarë duhet? 1, 2, 3, 4, 5, çfarë vlefte kanë gjitha. Edhe në çdo qytet kudo, edhe laboratori qendror që duhet jetë pa diskutim i bërë me llogari. Dhe llogaria edhe futet llogari dhe përgatitja e njerëzve që specializohen, punojnë këtu, po të specializohen edhe në Francë, edhe në Itali, dhe këtu t'i çojnë në këtë kohë që është përgatitje dhe se ndryshë 3-4 vite që kanë ngelur. Po se ndryshë se futë njeri në BE. Se kur themi do jemi në BE, do të thotë ushimet vjen e vinë. Ai shet ne shet. Jemi një treg. Jemi në një treg, edhe në një treg duhet të sigurohet me ushimin, ai s'do pranon njëri midhjen me. Po. Çdo produkt nuk pranohet. Duhet jetë brenda rregullave që ka. Profesor Sinani, ju falenderoj që ishit në studio.